Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Rozmarin dhe uthull molle, receta që i ka habitur të gjithë dhe nuk ka ngelur njeri pa e provuar. Këto bimër shumë herë kemi hasur në dorë, por nuk e kemi pasur djenin se ato ndihmojnë në kundër rënies së flokëve. Rozmarina, siç e kanë quajtur qytetrimet e vjetra, ka qenë e njohur si një nga bimët shëruese që në kohët e lashta. Rozmarina ka efekte të dobishme në lëkurë, ajo përdoret shumë në industrinë e kozmetikës si një pastrues për lëkurën. Ndihmon për ta mbajtur fytyrën sa më të freskët dhe plot me shkëlqi. Rozmarina jo vetëm që i bën flokët tuaj më të butë, por mbi të gjitha, kohët e fundit ajo ka treguar se stimulon në rritjen e shpejtë të flokut. Ajo ndihmon në zbutjen dhe forcimin e flokut, sikurse ndihmon edhe në rikuperimin e flokut të dëmtuar. Kombinoni 2 lugë gjedhe të gjetheve të grira të rozmarinës me 300 ml ujë. Pastaj përzjeni duke fituar edhe një trajtim për flokut tuaj, duke filluar trajtimin e flokut duke filluar nga fundi deri te majat. Kjo përzierje është shumë e lehtë, prandaj nuk keni nevojë që ta largoni nga floku juaj, pasi që do të largohet vetë dhe rezultatet që do t'japin janë vërtet mbretërëse. Uji i rozmarinës është një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të flokut. Thonë se flokët janë gjysma e bukurisë, prandaj dhe shumë nga ne duhet të kujdesemi më shumë për flokët për të pasur ato edhe produkte natyrale mbrojtëse për rigjallërimin e flokut dhe gjithashtu edhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht përdorimin e recetave natyrale në kushte shtëpie, të cilat do të ndikojnë pozitivisht edhe në rigjenerimin e flokut. Një nga maskat që qarkullon më shpesh në rrjetet sociale është edhe uji i rozmarinës, që sipas ekspertëve do të japë rezultate fantastike në shkëlqimin e flokut tuaj dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Uji i rozmarinës ka qenë një element kryesor në shumë rituale të bukurisë në kulturat mesdhetare për shumë shekuj me radhë, dhe besohet se ndikonte në rritjen e flokut. Jo mund të bëni vetë në shtëpi ose mund të blini të gatshëm në dyqanet e ndryshme kozmetike. Uji i rozmarinës ka përfitime kryesore në mbajtjen e skalpit të shëndetshëm dhe folikulat të flokut, të cilat nxisin rritjen, thot profesoresha dermatologe certifikuar në bordin Dana Martz për FAD. Ajo ka veti antiinflamatore dhe antimikrobale të cilat ndihmojnë në reduktimin e zbokthit dhe psoriazës së kokës. Por si mund ta përgatisni veten në kushte shtëpie përdorimin e ujit të rozmarinës? Së pari, zjeni 3 gota ujë, më pas do të shtoni 2 deg të rozmarinës së freskët në ujë. Hiqeni nga tenxherja dhe e lini të ftohet dhe vendoseni në një shishe qelçi. Nëse do të doni që të përdorni në një kohë më të gjatë, e mbani shishen në frigorifer. Ekspertët besojnë se koha më e mirë për të aplikuar ujin e rozmarinës është pasi të keni larë flokët, por mund të përdorni edhe flokë të thatë dhe më pas mund t'i shplani. Pas kësaj krijini flokët si zakonisht. Uji i rozmarinës mund të përdoret çdo ditë dhe kujdesi i tyre mund t'jap rezultate të shkëlqyera për shëndetin e flokut. Gjithashtu, një përdorim të veçantë ka gjetur edhe përdorimi i vajit të rozmarinës. Një ndër recetat më të pafundme në krye të listës qëndron edhe ajo bimore me përdorimin e bimëve të lehta. Një recetë shumë e mirë për flokun tuaj është edhe rozmarina. Vaji i rozmarinës prej shekuj është e njohur si një nga barishtet efektive shëruese, përdoret edhe në gatim. Trashëgimia e saj mund të gjurmohet në rajonet e mesdheut që në kohët e lashta. Vaji i rozmarinës mund të përdoret për të lehtësuar problemin e flokut tuaj. Pra, nëse keni vendosur të përdorni rozmarin për rritjen e flokut, ka disa fjalë që duhet t'i dini përpara se t'i përdorni ato. Mbani parasysh këto pika. Mos aplikoni shumë vaj në skalpin tuaj pasi mund t'i irritojë lëkurën, mos aplikoni direkt dhe pa holluar më parë me vaj mbartës, sepse ju bie në sy dhe mund të shkaktojë probleme. Nëse acaroheni vazhdimisht, konsultoni me një mjek. Por si të përdorni vajin e rozmarinës? Atë mund ta përdorni si kondicioner të mirë për flokun tuaj. Vaji i rozmarinës është një kondicioner shumë i mirë siç e kemi përmendur. Mund të shtohet në kondicionerin tuaj të flokëve për forcë dhe ushqim në shtesë. Mund të shtohet edhe në locione ose në kremra për ta bërë lëkurën më të shëndetshme dhe akoma më të butë. Përdorimi i saj si vaj mund t'japë rezultate shkëlqyeshme për flokun tuaj. Si çdo vaj tjetër esencial, vaji i rozmarinës për rritjen e flokut gjithashtu duhet të përzihet me vaj bartës dhe më pas të aplikohet. Ju mund ta përdorni edhe në
përdorimin e vajit të kokosit ose vajit të jojobas. Vajin e rozmarinës mund ta përdorni edhe si shampo për flokët. Mund të përzierni rreth 5 pika vaj rozmarine në një shampo flokësh. Mëtej mund ta përdorni vajin e rozmarinës si një bazë për krijimin e shampos suaj për flokun. Përfitimet e vajit të rozmarinës për flokun janë të larmishme, ku sipas delës saj do të rëndisim disa prej tyre. Nxit rritjen e flokut. Kur përdoret në kombinim me vajra të tjerë mbështetës për masazhimin e flokut, vaji i rozmarinës përmirëson qarkullimin e gjakut dhe nxit rritjen e flokut. Ushqen lëkurën e kokës. A i dini se vaji i rozmarinës ka vlera të larta ushqyese? Dihet se folikulat e flokut do t'i japin atyre një shkëlqim edhe duke përmirësuar kështu ushqyerjen e lëkurës së kokës. Ka veti të mira kundër mykut. Inflamacioni mund të ndikojë negativisht në flokun tuaj pasi alergjenët dhe ndocin mund të grumbullohen në lëkurën e kokës dhe të pengojnë rritjen e tij ndër të tjera. Përdorimi i vajit të rozmarinës në flok është i shkëlqyer sepse ka veti antimikrobike dhe jo vetëm që qetëson inflamacionin, por gjithashtu i jep forcë folikulave të flokut. Zhduk majat dyshe. Përdorimi i vajit të rozmarinës për flokun është veçanërisht i dobishëm nëse keni maja dyshe. Kjo është e njohur për të riparuar flokun tuaj dhe për ta bërë atë më të fortë. Duke hequr qafe majat e ndara, do të keni flokun tuaj më të shëndetshëm dhe plot me shkëlqim. Ekspertët e cilësojnë vajin e rozmarinës si një nga zgjedhjet më të mira që mund të ndërmerrni për shëndetin e flokëve. Vaji i rozmarinës konsiderohet një nga kondicionerët më të mirë natyral që mund të shtojë shkëlqim flokut dhe t'i rikthejë atyre edhe një forcë të munguar. Vaji i rozmarinës në vetvete mund të japë rezultate të mira për shëndetin e flokut, prandaj mund të përdoret rregullisht për shëndetin tuaj. Rozmarina është një nga erëzat aromatike që përdoret shpesh në krijimtarinë e kuzhinës, fshes sekrete për të pasur flok të shëndetshëm dhe me shkëlqim. Përveç faktit se shumë e konsiderojnë rozmarinën si një ilaç për shpirtin dhe për trupin, ekzistojnë mënyra të ndryshme se si ky eliksir natyral i njohur për përfitimet e shumta mund të përmirësojë shëndetin dhe pamjen e flokut. Natyrisht duhet të konsultoheni me një mjek ose dermatologun tuaj përpara se ta përdorni rozmarinën në përditshmërinë e flokut tuaj. Përfitimet nga rozmarina për shëndetin dhe pamjen e flokut janë të larmishme. Rozmarina është një nga erëzat e përdorura shpesh në recetat e kuzhinës, por dihet pak se ka përfitime të jashtëzakonshme në shëndetin dhe në pamjen e flokëve. Ky eliksir natyral sjell përfitimet që mund ta kthejnë flokun tuaj në plot shkëlqim. E para dhe më kryesorja, rozmarina stimulon rritjen e flokut. Fitonutrientët e pranishëm në rozmarin përmirësojnë qarkullimin e gjakut në lëkurën e kokës, gjë që lejon folikulat e flokut të thithen më mirë lëndët ushqyese dhe të nxisin rritjen më të shpejtë. Gjithashtu rozmarina ka aftësinë të kontrollojë zbokjen dhe kruajtjet falë vetive antioksiduese dhe antimikrobike, duke mbajtur lëkurën e kokës të shëndetshme. Përveç kësaj, rozmarina është e njohur edhe në forcimin e flokut. Vitamina A dhe C të pranishme te rozmarina kontribuojnë në forcimin e flokut dhe reduktimin e thyerjes dhe rënies së flokut. Kështu flokët bëhen më të trashë dhe më rezistent. Rozmarina gjithashtu mund të rrisë volumin e flokut duke e bërë atë më të plotë dhe më të trashë. Falë antioksidantëve, rozmarina mund t'i mbrojë flokët nga stresi oksidativ dhe ngadalësojë shfaqjen e thenjave në flok. Përdorimi i rregullt i rozmarinës mundet që t'i bëjë flokët tuaj plot me shëndet dhe gjithashtu të evitojë rënien e tyre. Sigurohuni që ta përdorni edhe vajin e saj në përditshmërinë tuaj. Sidoqoftë është e rëndësishme që nëse e merrni atë në doza të larta të konsultoheni me mjekun tuaj. Përpara përdorimit, vajin e rozmarinës mund ta ulloni me ujë, duke e bërë atë edhe më të lehtë për shkëlqimin e flokut. Maskat e flokut me rozmarin mund t'i rikthejnë në shkëlqimin e munguar shëndetit të tyre dhe mbi të gjitha do t'i japin edhe një forcë të munguar. Sigurohuni ta përdorni gjithmonë brenda normës së lejuar dhe pa e tepruar në vazhdimsi të recetave. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.